Mirëmëngjesi dhe përshëndetje të dashur shikues të Ago në Blu, ja tek startojmë ditën e martë, ndërkohë qyteti Vlorës është të zgjuar i qetë për momentin, nuk e dim se si do të vazhdojë dita, çfarë do risjelli, por uroj që gjithë qytetarët të jenë zgjuar mirë dhe të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Ndërkohë temperaturat janë normale, pak trafik në rrugët e qytetit, normal se tashmë kemi qelur zyrtarisht sezonin turistik dhe ka filluar që të marri ritëm pothuajse qyteti nga si pasojë e ardhjes të turistëve të huaj që kalojnë pushimet në qytetin e Vlorës, por ne do të ndjekim pak parashikimin e motit se si do të jetë për ditën e sotme në qytetin e Vlorës, por edhe në qytetet e tjera të vendit tonë dhe rikthehemi sërish bashkë. Ndojë parashikimin e motit të dashur miq, ndërkohë ka momenti të shkojmë në hapësirën muzikore dhe për pak entuziazëm dhe energji sepse është mëngjes apo jo, mos u lodhim shumë. Ndjekim hapësirën muzikore. Ja tek kemi një telefonat. Alo, mirëmëngjes zotri. Mirëmëngjesi. Si jeni? Mirë. Mund ta uli pak volumin e ula se çova te stacioni juaj. Po, atëherë ju keni telefonuar dhe disa herë tjera, mos gaboj, problemi që keni me Po vete gati mbi një muaj, mos them ma. Problemi që keni me nipin tuaj apo jo? Po pra. Po si vazhdon kjo çështje? Kjo çështje na që ajo prokurori që e pati që të fashë Diana Mata. Po. Në një prill është transferuar, ka ikur në gjykata e Vlorës, edhe e ka marrë një prokurore tjetër në emër Gjika. Ka ardhur një tjetër prokurore. Po vete 2 muaj në shi dhe me avokatin unë po punoj, avokatin mua më mban me fjalë të bukura në shi, nuk e di se si e ka ai. Po pse? Ai sot unë do ta ndjek problemin tënd sot. Po. Më kupton? Se edhe e njoh sot se ajo Gjika që ka në Tërbaqi. Po. Dhe avokati është në Tërbaqi, Gec Pulo, e ka emrin. Që ka nga një fshat, nga një zonë. Nga një fshat, ai sa na shi unë do të ndihmojmë sa muaj që ta mbyllim këtë çështje, se ajo e para, prokurori e parë nuk më dëgjonte as më afronte. Nuk dëgjonte prokurori e parë, ikte dhe të thoshte largohu, thoshte, ha? A më dëgjon prapë? Po, të dëgjoj. Tashi, unë, si me kohën e fushatës, unë nuk e kam bezdisur avokatin, po e mora sot. Po? I thashun, si bëhet ajo puna problemi tim, se u angazhove me këtë prokurorin tjetër. Sa mua do të marrë mbas ditën në telefon vetë se jam në gjyq. Po, dhe të morin telefon, apo? Jo, nuk më bati. Edhe para orës 3 sa mua do të marrë vetë telefon. E prita deri në 2:30 në 3, nuk më mori. E mora vetë unë, nuk më hapi telefoni. Po. Por Se më sa vetë që do të marrë. Ky është avokati yt. Avokati im, nëse do numrin ati ta jap. Ndërkohë ti e paguan avokatin që Po si unë çdo javë unë vetë në zyrë atje. Edhe nuk të përgjigjet. Më përgjigjet ja ki mundësi, ja duro, ja sa t'i gjej manën, ja do vetë të takoj vetë, herë do vemi bashkë, e ku ta di unë. Po çështja si vazhdon me nipin tuaj? Por unë të them shpresë, të them te unë nipin unë të kur ta ferë, në sytë tim unë nuk ngopet. Se ka prerë të paraj. Nuk e ka prerë të para, as prerë të dytë. E kuptoj, po... Se ta ishte prerë të pare, prerë të dytë, dhe unë do bëja tolerant. Po a i ka 30 vjetë që më dhunon mua. Keni patur konflikte prap? Në si që kur është në prokurori, më mshis, se unë e kam deklaruar dhe në prokurori. Në që se nuk më rigjë, unë do marrë hak të kaj, se si kam borgjë. Mirë, nuk është mirë që të shkon në këto akte, por çështja është që të zgjidhet. Që je i ri, ose detyroni prokuroria, gjykatësi, bën vetë gjyqësi, se unë kam një vit që unë po i të la borgja prokurorisë. Dhe e kam deklaruar që unë në qoftë se nuk e zgjidhni këtë problem,
unë do të vras. Me letra e kam shkoj të prokurorisën, edhe prokurori të restit, edhe kancelarit, edhe po atje ka një ndryrje në kancelari, se e kanë mi kancelari për parim hoqëna. Mira është që si që e thash, që të ketë një zgjidhje, mos të shkojnë në këto akte të rënda. Si shtoni? Po miro, po sa akte të durojnë, unë vajta 75 vjeç, 30 vjeti i mbylla unë 30 vjet me të rrahur me zonë. Në shi akoma? Po. Ja, si thoti, ha? Jo. A ka dal një ligj që po të ketë zonë në familje në fis, merën masa. Të merën masa, po. Ju nuk... Largua jo, prokuroria e parë, e kupton ti? Ju nuk keni një urdhër mbrojtje, apo jo? Jo, s'ka farë unë urdhër mbrojtje, ne s'jemi balla 2 herë kemi talë stansa, ne vetëm 2 herë që e ka marrë një prokurore, gruja nuk e mbaj më alta, një prokurore, edhe një gjyqtar Behari, 2 seansa, që nga data 25 shtator 2024, o mbyllë e seansë, dhe më tha i gjyqtari që neve tha do të shqyrtojmë dhe njësa dhe do të rasim. E kupton? E kuptoj që jeni në një situatë vështirë që... Nuk më dëgjona? Po, të dëgjoj. Apo jo, më dëgjona gazeta? Po, të dëgjoj. Alo? Po, më dëgjon? Alo? Më dëgjon? Kemi pati një shkëputje me zotrin, por në fakt ka të drejtë sepse është situatë të vështirë, ka rreth një muaj që telefonon për konfliktin që ka me nipin e tij si pas zotrisë që dhunohet nga nipi, por urojmë që mos të shkojnë në akte të rënda siç kemi dëgjuar që situatat shkojnë edhe më keq. Ndërkohë, dëgjuam telefonatën, ndërkohë do kalojmë tek informacion nga qyteti i Vlorës. Bypassi i Vlorës nga projektet më të mëdha të infrastrukturës të premtuara për zhvillimin e turizmit dhe lehtësimin e qarkullimit në jug të vendit, po kthehet në një burim shqetësimi për banorët e Kaninës. Ndjekim pak kronikën realizuar nga Blu Televizion. Bypassi i Vlorës, një projekt ambicioz infrastrukturor që synonte të përmirësonte aksesin drejt rivjerës shqiptare, u prezantua si një ndërhyrje e rëndësishme për të shmangur trafikun e rënduar në qytetin bregdetar, me një gjatësi prej 29 kilometrash që lidh autostradën Levan-Vlorë me rrugën bregdetare Vlorë-Sarand. Ky aks rrugor fillimisht u planifikua të ndërtohej nga kompania Gjener 2 me një kosto prej rreth 35.8 milion euro. Financimi i projektit u sigurua nga një kombinim fondesh përfshirë 24 milion euro grante nga Bashkimi Evropian dhe Italia, si dhe 53 milion euro bashkëfinancim nga Banka Europiane për investime. Megjithatë, prej fillimit, ndërtimi i tij është përballur me vonesa të përsëritura dhe probleme teknike që kanë krijuar shqetësime për banorët e zonës dhe përdoruesit e rrugës. Aktualisht bypassi i Vlorës është përfshirë sërish në debate për shkak të riparimeve të vazhdueshme dhe problemeve të pasgjidhura. Një nga pikat kritike është segmenti në Kaninë ku po ndërtohet një nënkalim që është kundërshtuar nga banorët. Ata shprehen se nënkalimi shumë i ulët dhe nuk ofron një zgjidhje të qëndrueshme për qasjen drejt tokave, ullishteve dhe banesave të tyre. Bëjmë tash këtë, që e kanë projektin e tyre, joja kjo është rrugë turistike, do lidhet me shkollën tregtare. Dhe në këtë nënkalim që kanë bërë këta, kjo është 3.40 tashti. Kjo se do marrë dhe 3.40 centimetra beton, se nuk ka si kaloj makina tu, kjo ngelet 3 metro. Në kjo se i heqim ato ndërtim me qarjan, që mund të bëhe nesër, që do i kërkoj koha nesër, po një zjarë fikse këtu nuk kalon dot. Dhe kështu që do vinë brezat nesër dhe do na qeshin. Dhe do vinë momenti që kjo do prishet prap. Dhe që të mos bëjmë atë që bëj sot e prish nesër, të bëhet një remirë që sot. Kaq kërkojmë ne si fshat. Po kemi folu, këta thonë është urdhri ARSH-s, nuk na hapin telefonat, nuk bëjnë, zbatohet urdhri, kaq. Me dikën ARSH keni folur? Jo, nuk kanë ardhur këtu. Ta e fillon tani, direkt mbas votimeve fillon këtë. Bllokon rrugën atje poshtë, që do kaloj fshati Vërdall që do vej në Përprona, edhe rruga që është shtrores investor, ka investuar shteti, na e mbyllën dhe ne do i bjem Vërdall tash, për të vajtur në Prona e për të vajtur në Vlorë. Tashti na bëjnë dhe këtë këtu. Sa prona që janë në zhvillim, do ndërtojmë. Ky djali këtu ka shtëpi andej. Ne të tjerët kemi hapur themele, po edhim atë. Tani mund të kaloj këtu një betoniere, një kamion, një zjarr fikse, se nesër marrin flakullit. Kalon dot zjarr fikse aty? Nuk kalon dot. Cila është kërkesa juaj? Kërkesa jonë është që të bëjnë një nënkalim të parametrave, ta bëjnë 4 metra e gjysmë, ta bëjnë siç është për të bërë. Jo të kjo është turbin shkarkimi. Si mund të kaloj këtu një fshat i tërë? Është edhe me perspektivë rruga që do dal, do vejnë ujë të ftohtë. Se kanë nxjerrë dhe projektin që kjo rrugë do lidhet me ujin e ftohtë. Tani mund të kalojnë këtu autobuza me turista, mund të kalojnë këtu zjarr fikse, nuk kalojnë dot.
Ky është problemi jonë. Ta e kanë bërë turbinë, kjo është për shkarkim ujë, nuk është për të kaluar fshati. Tu do kaloj fshati. Nëse këta duan ta lidhë me qytetin, do na kalu ka dhe qyteti. Si mund të kaloj? Kalon dot, s'kalon dot. Kjo është kërkesa jonë. Kjo është turbinë për shkarkim ujë, nuk është rrugë që këta po e bëjnë, kupton? Ne duam kemi ndaluar punimet, ata drejtorat njëri thot zvi, njëri thot zbato projektin, njëri thot tani s'dim edhe ne ku tankojmë. Të bëhet me parametra, të bëhet 480 e lartë, siç e ka tërbota. Kjo rrugë vetëm gomari kalon aty, se s'kalon makinë. Nuk kërkojmë asnjë gjë tjetër. Rruga të vazhdoj të bëhet, po të bëhet me parametra. Kaq duam ne si fshat. Prona ka gjithë fshati këtej. Gjithë fshati ka prona, unë një pari jam që kam shtëpi. Ky xhaxha im ky ka hedhur ndërtimet për shtëpi për t'i bërë, ku do kaloj tani? 200 familje që kanë prona këtej. Ne jemi me shtëpi këtej. Ne një rast zjarri nuk kemi ku kalojmë, kupton, ku do vi zjarr fikse të flet aty. Ne më shumë për zjarr fiksen. Lej punimet. Se do bëjmë si do bëjmë. Po kemi jallën e zjarr fikses, ku do kaloj? Ne jemi me shtëpi, me familje, janë ullin gjithë këtej. Turistat me çfarë vinë kur vinë turistat tash? Me autobus. Jo thon ata të ndërmarrjes, po vinë me vetura. Ky është turbi botës. Nuk kemi parë në asnjë vend që turistat vinë me vetura, po vinë me autobus. Dhe autobusin këtu nuk e merr. Dhe ai përgjigjen pa pikë turbi që nuk vinë turistat me autobus, po vinë me vetura. Për më tepër për shkak të rrshqitjeve të dherave dhe gurve, rruga është bllokuar disa herë duke i lënë qytetarët e Kaninës dhe zonave përreth të izoluar. Megjithse qeveria premtoi përfundimin e punimeve në prill 2025, qytetarët janë skeptik pasi ky projekt që fillimisht u mendua si një lehtësim për trafikun dhe zhvillimin turistik është kthyer në një burim problemi të vazhdueshëm. Banorët thonë se janë dyshues nëse kjo rrugë, e cila ka kushtuar deri tani mbi 56 milion euro dhe që përfshin 5 ura, 2 nënkalime dhe 15 kryqëzime, do të përfundojnë ndonjëherë apo do të mbetet në listën e gjatë të projekteve të shtyra pafundësisht. Inteligjenca artificiale zbret në Vlorë, Universiteti i Vlorës dhe Universiteti Amerikan i Washingtonit nisin kursin 5 ditor për teknologjinë e së ardhmes. E ndjekim pa kronikën. Universiteti i Vlorës në bashkëpunim me Universitetin Amerikan të Washington District of Columbia ka nisur sot një kurs 5 ditor mbi shkencën e përpunimit të dhënave dhe inteligjencën artificiale. Ky kurs synon të pajisë pjesëmarrësit me aftësitë avancuara në këtë fushë. Ceremonia e hapjes u përshëndet nga rektoria e Universitetit të Vlorës, Aurela Saliaj, e cila vlerësoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi ndërkombëtar dhe theksoi se ky kurs do t'u ofrojë studentëve dhe pjesëmarrësve njohuri të përparuara në teknologjinë e të dhënave. Është një kënaqësi dhe nder jashtëzakonshëm sot që të përshëndes dhe të jap mirëseardhjen për gjithë pjesëmarrësit e këtij aktiviteti akademik, për profesorët dhe për të ftuarit që kemi prezent sot. Ky aktivitet akademik që është duke u zhvilluar, mini kurset në data science dhe inteligjencë artificiale, është një hap shumë i rëndësishëm për të çuar më tej procesin e ndërkombëtarizimit të Universitetit Ismail Qemali. Është një proces që ka filluar, ne kemi bërë shumë herë aktivitete të këtij niveli me profesorë të universiteteve të rëndësishme, me pjesëmarrës ndërkombëtar në gjuhën angleze, por aktiviteti që po zhvillohet këtë javë, aktiviteti kësaj radhe ka një rëndësi të veçantë. Ka rëndësi të veçantë për ofertën akademike, për akademizmin ekselent që na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zhvillimin e këtij aktiviteti dhe ka një rëndësi të veçantë gjithashtu dhe për subjektet që ai trajton. Analiza e të dhënave sot është bërë një element kyç në çdo lloj vendimarrje, në vendimarrjet e të gjitha fushave, të fushës së ekonomisë, të fushës së shëndetit, të teknologjisë, të gjithë vendimarrjeve shoqërore në përgjithësi. Nga ana tjetër, inteligjenca artificiale nuk është më fantashencë hollywoodiane, por është një realitet të cilën neve duhet ta absorbojmë shëndetshëm në përditshmërinë tonë, në punën tonë dhe në jetën tonë. Në këtë koncept jemi duke përjetuar zhvillime shumë të rëndësishme që po ndryshojnë strukturën shoqërore, mënyrën se si ne funksionojmë. Dhe jam shumë krenare të them që Universiteti Ismail Qemali është pjesë aktive e kontributeve në këto zhvillime shoqërore.
Kursi përfshin 10 module që mbulojnë të gjitha fazat e përpunimit të dhënave, nga pastrimi dhe rikonceptimi i tyre deri tek modelet statistikore dhe rrjetet neuronale. Profesor Miftar Ramos Saçaj, dekani i Fakultetit Shkencave Teknike, profesor Artur Elezi, përfaqësuesi i Universitetit Amerikan të Washingtonit dhe profesor Michael Robinson shpjeguan për Blu Televizion temat që do të trajtohen gjatë 5 ditëve të kursit. Sot është organizimi i një mini kursi për inteligjencën artificiale dhe perspektivën e zhvillimit të saj në partneritet të ngushtë me Universitetin Amerikan në Washington dhe profesorët të cilët kanë eksperiencë të madhe akademike dhe speciale në fushën përkatëse kanë ardhur të zhvillojnë një kurs gjatë një jave. Ky kurs do të zhvillohet falas me pjesëmarrjen e audiencë të gjerë, jo vetëm të qytetit dhe të universitetit tonë, por edhe nga universitetet tjera të rajonit, nga Maqedonia, nga Kosova dhe universitetet të tjera shqiptare. Bashkëpunëtori i ngushtë në këtë lloj aktiviteti është Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore pranë Universitetit Ismail Qemali dhe Universiteti Amerikan Profesor Artur Elezi. Ky do të jetë një aktivitet një javor. Fusha e inteligjencës artificiale është një fushë që ka shpërthyer në skenën ekonomike dhe edukative dhe besoj do të dominoj jetën tonë për dekadat që vinë dhe është e rëndësishme që sidomos në fushën e edukimit universitar të fillojmë një fushat sensibilizuese dhe një diskutim të gjerë për rolin që do luajë inteligjenca artificiale dhe rolin që do të luajmë ne si edukator në këtë fazë të re të zhvillimit dhe mënyra më e mirë për të përcaktuar rolin ton është njohja e thellë, e saktë, jo spekulative e fushës së inteligjencës artificiale, çfarë është e mundur sot, ku po shkojmë, cilat janë përfitimet, cilat janë rreziqet, çfarë është reale dhe çfarë është e hiperbolizuar dhe duke mësuar sa më mirë për mundësitë e inteligjencës artificiale, do të jemi edhe më të përgatitur për të pasur një rol të përshtatshëm me zhvillimet që janë duke ardhur. The course is based around the idea that we'll have several different lectures where we talk about some of the basics of the tools, why they work, how they work, and then a practical session in each of our lectures where we'll actually teach the students how to use these tools on data sets of interest. Leksionet janë organizuara në mënyrë të tillë që do ketë një pjesë teorike ku profesorët Michael dhe profesori tjetër i cili akoma nuk ka mbritur do të zhvillojnë anën teorike, do të tregojnë mënyrat e aplikimit të inteligjencës artificiale, mjetet e aplikimit dhe nga ana tjetër një pjesë e konsiderueshme e këtyre punimeve do të jetë puna në kompjuter e studentëve për të praktikuar këtë element në udhëheqjen e pedagogëve që kanë ardhur. Ky kurs është pjesë e një serie aktivitetesh akademike dhe shkencore që synojnë të forcojnë bashkëpunimin ndërmjet Universitetit të Vlorës dhe institucioneve të njohura ndërkombëtare. Kthehemi nga inteligjenca artificiale, por ndërkohë ndjekim pak këtë video të realizuar nga qytetarët e Vlorës, Bujari. Të gjithë e njohin Bujarin, i famshëm vit në Vlorë, sidomos turistët që vinë dhe kalojnë pushimet e njohin Bujarin, shkak se të ngjitet nga pasën me kitarën e tij, e do na jep para. Ndërkohë përshëndet Bjondet. Pati i përshëndesin Bjondet gjitha. Ndjekim pak regjia. Përshëndesim gjithë Bjondet. Ka që kishë ore? O rutina ti pse më le, pse më futet ti të gjallë dhe më le mua në vetë. Më futet i gjallë në vete, me mbulon me lopat. O rutina ti pse më le, pse më futet ti të gjallë dhe më le mua në vetë. Dashurova si çdo njeri. Taksojnë gjithë Bjondet. Përshëndesim Bjondet, pa na umërzitur Brunet. Ndoqëm këtë video të realizuar nga një qytetar i Vlonjat. Ndërkohë, ku do shkojmë? Po, shkojmë në publicitet dhe rikthehemi sërish të bashkë.
Ja të kemi rikthyer pas publicitetit, ndërkohë kemi rubrikën më të re, ndaj historinë tënde me ne. Anonim, nuk po themi me emër me mbiemër, anonim. Ndërkohë kemi një mesazh, po regjia, përshëndetje, ndërkohë ky zotëria ka lënë me emër dhe mbiemër, quhem Vasian Lazaj, banor i Picarit të Bashkisë Helenisë, që smëçojnë dyre dritare dhe instalime, suvade dhe pllaka. Pra kjo që nga historia më e zotërisë që përveç mesazhit që na ka dërguar, telefonon gjatë gjithë kohës për problemin e, siç e tham, isha një ditë unë dhe miku im, një histori tjetër kjo, isha një ditë unë dhe një miku im, dhe shkuam për të blej një makinë tek Filan Fistoku, që shkri makina. Ai na shiti një makinë të ngjitur me atak dhe të lidhur me litar, ku ja çuam sërish. Pas na tha se e keni prishur ju jeni test të dy, duke na përzën nga puna e tij. E bukur kjo. Një tjetër, kemi 34 vjet që na e fusin sa krau. Edhe në Novosel një dajgjë. Mbyllën rrugët shekullore të Plepës dhe fshatarët nuk bëjnë grevë. Shteti i shpërndau me shkopin gome. Po mirë, me shkopin gome i shpërndau, se si bëri gjë. Është mësuar ky popull tani. Po, kemi një histori tjetër? Po, na e bëri sikur ishin na tregonte, po, kanë me çfarë ka ky zotëria që thotë na tregonte aeroport, na tregonte mrekullim mbi tokën, sot flet për migracionin dhe migrantët e larguar. Na doni sipas votave të vjedhur këta të mrekullueshmi 2 vjeçar. O mashtrues o gënjeshtar, të shitur te partia e turpit. Po. Nuk e di me kë ka patur zotëria. Po. Përshëndetje Genti. Kam diçka për të thënë. Në vend që të bëhen koncerte madhështore, do t'ishte mirë që ato para të shpenzoheshin për të rregulluar rrugët e Vlorës që janë në gjendje të keqe. Qytetarët përballen çdo ditë me gropa dhe rrugë të paasfaltuara. Para se të bëjnë spektakle, le të sigurohemi që qyteti të ketë rrugë të mira. Po, është e drejtë kjo pjesë që sidomos tani që jemi në kulmin, që fillon dhe sezoni, në fakt sezoni i çelur, por që rrugët duhet të jenë në rregull, të jenë të asfaltuara, duhet të jenë të mirëmbajtura, duhet të jenë të pastruara, duhet të bëjmë një prezantim të mirë tek turistët, sepse pastërtia është prezantimi i parë tek turistët, sepse Vlora me turizëm mbahet. Ndërkohë, pas këtyre historive, që shpresojmë në ditën e vijim kemi edhe më shumë histori që do të mbeten anonim, ndërkohë ne do të ndjekim kalendarin historik. Kalendari historik 20 maj. Në 1927 nënshkruhet traktati i Xhedav, ku Mbretëria e Bashkuar njeh sovranitetin e mbretit Ibn Saud në mbretërinë e Hejaz dhe Nejd. Në 1940 vdes në moshën 80 vjeçare Werner von Heidenstam, ishte një poet suedez, romancier dhe laureat Nobel në letërsi në vitet 16. Ai ishte antar i Akademisë Suedeze nga vitet 1912. Në 1946 lind në El Centro Sherlyn Sarkisian, e njohur si Cher, një këngëtare, aktore dhe personalitet televiziv amerikan. Zakonisht referuar nga media si mbretëresha e popit, ajo është përshkruar si mishërimi i autonomisë femërore në një industri të mbizotruar nga meshkujt. Në 1956, në operacioni Red Wing, bomba e parë me hidrogenite e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është hedhur mbi Bikini Atoll në Oqeanin Pajësor. Operacioni Red Wing ishte një seri e Shteteve të Bashkuara mes 17 shpërthime të provës bërthamore nga majku deri në korrik të 56-s. Në 1964 bëhet zbulimi i rrezatimit kozmik të sfondit mikrovalor. Sfondi kozmik mikrovalës është rrezatimi elektromagnetik, si një mbetje nga një fazë e hershme e universit, i njohur si rrezatim relikt.
Në 1971 në masakrën e Chunhangar, forcat pakistaneze ekzekutojnë me mijëra persona, kryesisht hinduz të Bengalit. Nuk dihet numri i saktë i personave të vrarë në këtë masakër. Akademiku Sarmila Boz hedh poshtë pretendime se 10.000 u vranë dhe argumenton se numri i raportuar i tyre mund të kishte quar jo më shumë se qindra njerëz. Në 1980, në një referendum në Quebec, popullsia poshtë me 60% të votave një propozim të qeverisë për të lëvizur drejt pavarësisë nga Kanadaja. Një referendum i parë popullor dhe jo vetëm në këtë rajon, por në të gjithë Kanadan. Në 2002, pavarësia e Timorit lindor njihet nga Portugalia duke përfunduar zyrtarisht 23 vite të sundimit indonezian dhe 3 vite administrim të përkohshëm. Populli im, me duar të plasaritura, me zemër të madhe, me shpirt të pathyer, rritet në balt, e ngrihet në erë, me këngë në buzë, e plag në gjih. I lodhu nga pritjet, i djeku nga lotët, po kur se uli kokën në përmote, në gur e në zjarë, ka hapur rrugë. Me bes, me nder, me zemër të bukur. Në djepin e varfërisë, fëmijët qeshin, sepse shpresa është buka që ndjesinë e ndjesin. Fshati i heshtur, qyteti në zjarë, të gjithë bashkë, si një flamur në varg. Ti, popull i mençur, i thjesht, i drejt, që mban mbi supe patrici të vjetra. Do të vi një ditë dhe koha do të flasë. Drejtësia do të zgjohet nga heshtja e saj. Ndërkohë, ne ndoqëm një poezi, Populli im, por pas kësaj ne do të ndjekim disa intervistat realizuar me qytetarët e Vlorës në lidhje me se kush e meritonte të ishte kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë për këtë 4 vjeçar, që e fitoi Rama prap, por ndërkohë opinioni i qytetarëve e meritonte Berisha apo Rama. Ndjekim opinionin dhe rikthehemi sërish bashkë. Berisha apo Rama? Fitoren me vjen asnjëri nga të dy, po na e keqja më e vogël Tamir dhe Berisha. Po. Tamir dhe Berisha. Berisha po ky tjetër çka ka bërë, që ka bërë me vjen një varrez, me vjen e ka bërë te topat, një varrez te bashkia, le me këtë në Vlorën që ka shkallmuar komplet. Asfaltoni edhe zë qam prap. Kam qarti themati lloj njeriu. Me sështë ai me vjen fati keq që ra ai me vjen këtij kombi. Si e mendon ti? Ata të dy një lloj janë, po Rama duhet ta fitojnë. Se ai ka bërë gjëra që duhen të për shkollë. Jeni i kënaqur? Nuk tani kënaqur, ata e di vetë, politika e të vetë, diplomacia ka sajt. Ne nuk duhet të merrim me këto gjëra. Shumë. Faleminderit, sipas. Për mua të dy janë komunista dhe si njëri dhe tjetri, mirë që e mori Rama, një lloj janë të dy për mua. Po. Do ndryshoj diçka apo? Unë shpresoj me kalimin e viteve mund të ndryshoj, them. Ka mundësi të ndryshoj, se nuk mund të rinë gjithmonë non stop siç kemi qenë. Kish mendimi im. Faleminderit. Së marrë kur së dojë, s'do t'i fare për ta. Unë s'kam në liberti, ka marrë kur së dojë, shqiptarë janë gjithë. Se duhet kujdes edhe për ju. Si? Desa ajo e qytetar. Po jam qytetar, po fshatarë janë më shumë atje. Ata janë. Sepse
Ai shobi poshtë, ati ja bën gropën. Po pse njerëzit thoshin nuk ja japi, nuk e votojnë Po s'po duhet mua se kush komandon. Vit gjitha shqiptarë. Po shqiptarë do komandon. Po çobani, po pe ka i çoban. Po. Çobani të krye. Me thënë shqiptarët janë të kënaqur, me Janë të pensionet kënaqur. me gjitha. Po, na gri, për mua vetëm të më ngri pensioni. Po. Të më ngri pensioni janë krye i lutur. Do ta ngrë ke besim? Po, ma ta që të Se mos e ule. Po ta uli pune madhe. Ne si me to dhe. Rama prap apo Berisha, si e shkon? Po për Ramën. Rama. Pse Rama po, çfarë po? Po me shikoj unë Berisha ka vajtë drejt gradimit, çdo gjë. Po. Sa them o? Do ndryshoj diçka tani në mandatin e katërt? Po, shpresojmë. Po, shpresojmë që të bëj diçka. Ka bërë dhe vazhdon them, shpresojmë tani. Shpresa është e fundit. Po themi se do bëj. Faleminderit. Jo. Nuk e meriton. Jo. Po pse votoj populli? Po ku di që unë e votoja, bënoj marifet, nuk e di. Faleminderit. Meriton, E meriton. plotësisht, Pse e meriton çfarë? sepse kishe një opozitë të shkatëruar. Kishe në krye Sali Berishën, Ai përfitoi domethënë. nga i përshtori, por edhe populli tonë. Edhe një po flasun, po them sa të jetë si individ Sali Berisha, si individ, se unë jam vetë shpirt demokratik, po individ Sali Berisha të tiki. Kines. Edhe, po shohet opozita, Po Rama, Rama ta majtë këtë Berisha sa të futemi në Evropë. Pas andaja, do pas futemi, këtë, po do futemi. keni besim. Shumë besim, zakonisht. Me këto të gjitha treguesit janë positivisht, e ke Në 2030 thotë apo 2029? mund të 29. 29. Të dashur miq, dhe ka ardhur momenti kulminant dhe ne të shkojmë tek horoskopi, tek hyjet, të shkojmë parashikimin se si do të jetë për ditën e sotme për të gjitha shenjat. Jemi kurioz, do ta ndjekim së bashku. Ndjekim horoskopin. Horoskopi ditore Mart 20 maj. Dashi, dita për ju nuk do të ketë shumë surpriza, përqendrohuni në rutinën e përditshme, ndihmoni prindrit në punët e shtëpisë. Disa ndryshime të kënaqshme do të ndodhin së shpejti duke kapërcyer pritshmëritë tuaja. Demi, gjatë gjithë ditës do të përqendroheni në punët e shtëpisë dhe mirëqenien tuaj. Përpara mbrëmjes do të ndjeni disi të lodhur dhe kjo do të kalojë shpejt, edhe pse mund të keni konflikte me të afërmit, mos u përpiqni të ndryshoni mënyrën e tyre të qenurit, por mundohuni të përshtateni. Binjakët, gjatë ditës së sotme nuk duhet të nxitoheni për të mbaruar shpejt punët tuaja. Merrni kohën që ju duhet, do të keni disi të përgjumur ditën dhe nuk do t'i shikoni gjërat me pozitivitet. Në mbrëmje humori do të jetë ndryshe, por në mënyrë dramatike. Gjërat nuk do t'ju duken më të errta, por disa argëtime të momentit do të bëjnë të ndjeni si në ëndër. Daforia, keni për ta shijuar në maksimum ditën e sotme. Duhet të harroni problemet e të tjerëve dhe të argëtoheni sa të mundni. Mos harroni të pushoni dhe të fitoni energji, të cilat do t'ju duhen për të përballuar javën. Luani, dita e sotme do të jetë ndarë në dy pjesë të njëjta për Luanin. Mund të flini në mëngjes, të bëni shëtitje të vogla dhe të merreni me punë shtëpie. Gjatë gjithë kohës do t'ju shoqërojë ndjenja e paqes dhe harmonisë. Në fund të ditës do të ndjeni nevojën e socializimit dhe krijimit të eksperiencave të reja. Virgjëresha, gjatë gjysmës së ditës do të doni të trajtoheni me delikatesë dhe dashuri. Nuk duhet të harroni se dhe të tjerët kërkojnë të njëjtën gjë nga ju. Mbrëmje këshillohet të ndërroni atmosferën, në shkuat të mendoni më pak për përfitimet tuaja dhe më shumë për atë që është më kreative dhe sjell të mirën e përbashkët. Peshorja, mund të befasoni nga një surprizë e papritur në fund të ditës, padashur mund të shkatroni diçka për të cilën keni punuar. Tregoni të kujdesshëm, mund të merrni disa lajme të befasishme dhe disa propozime pune të cilat nuk i prisnit. Akrepi, gjatë pjesës së parë të ditës, ëngjulli mbrojtës do të kujdeset për ju, më pastaj do të largojë duke ju lënë veten në përballjen me problemet tuaja. Mbrëmja premton mundësi të reja të mira, por kujdes nga hovi dhe entuziazmi i tepërt. Shigjetare, pjesa e parë e ditës është e bllokuar për ju, do të mendoni shumë për problemet që keni pasur gjatë javës dhe planet e parealizuara. Në fund të ditës do të gjallëroheni falënderimit të ambientit dhe miqve, të cilët nuk kanë për t'ju lënë vetëm. Vricjapi, do të drejtoni me shumë vendosmëri planet që keni menduar për të realizuar gjatë ditës së sotme. Duhet të i pranoni gjërat siç janë dhe do të mundoheni që ato t'ju përshtaten juve. Mos kërkoni ndryshime të sjelljes së partnerit, pasi kjo do të jetë fatale në marrëdhënien tuaj.
Ujori, do të keni ide interesante për në mbrëmje dhe nuk do t'ju interesoj pjesa tjetër e ditës, por planet tuaja mund të mos shkojnë si duhet dhe si keni menduar. Mund të shoqëroheni me të gjithë dhe mos i lini pas dore të afërmit tuaj. Peshqi, dita e sotme do të nisë qetë dhe paqësore, pikërisht siç e ëndërroni. Atmosfera e mëngjezit do të jetë harmonike, saqë nuk do të doni të mbaronte kurrë. Në mbrëmje ju jetë kam planifikuar orë të gjata aktiviteti. Ndoqë horoskopin të dashur miq dhe ka ardhur momenti final, jemi drejt mbylljes, bashkë do të përshëndetemi dhe do të takohemi sërish nesër, po në të njëjtën orë. Ju uroj një ditë të mbar dhe një ditë të bukur dhe shkoni në plazh, mos i lini ditët të ikin sepse kalojnë shpejt, ikin ditët, ikin muajt, ikin vitet. Kujdesuni për veten tuaj dhe mirupafshim.